Mendoj që prollave televizës të vendosje ditën e sotëm me këtë votim i jarë të fundi dhe e posh këtë ishëllimisën se ende filloj me akuzuish partit opozitorë për vota. Kom po njerëzimit njëjtë kam vërtuar edhe në periudhën kur është kërkuar që të konstituohet kuvendi dhe që kanë kërkuar, kanë thonë që deputetët dhe kanë obligim të votojnë në zgjedhjen e kryeparlamentarit, ndërsa në atë periudhë ju e dini se që Albin Kurti ka thonë që s'proboni, votoni kryeparlamentarin se unë i kam votat për qeveri, vërtet e sjellëm në sfidën e sotit, u po që Albin Kurti nuk i ka votat dhe sot nuk u voti qeveria Kurti 3, po ajo qa e mira që keni mujt me po sot, e keni po një Albin të kurturt, të but, përkushtume, dhe në vend që ta prezentoj planin qeverisës, a i ka folë për punën që i ka, po pa dosh me thonë që e ka sankcionu vendin, që vendi është në sankcione, që vendi i ka hu paleatet, që si kryeministër për 4 vjetë se ka prit asnjë vend dhe se ka pas asnjë takim të rëndësishëm, sepse me veprimet e veta e ka sankcionu dhe a e dëgju sepse e ka kundërshtuar me në fund e pranoj që e ka pranu marrëveshjen e asociacionit bile e baniksin e marrëveshjes. Çdo kjo të bëhet publike në mënyrë që ata militantët e lëvizjes vetë vendosje ta kuptojnë qartë se më në fund e pranoj. Ne kemi thonë që e ka pranu, sepse kemi informacione, po asnjëherë nuk e ka pranu si ditën e sotit. Tash është një etapë e re, s'ka mund qeverish Kurti 3, vendi ose do të ketë një qeveri nga ish partitë opozitare ose do të shkojnë zgjedhje, po me rëndësi që kjo sot dhe ky izolim e vendit mund të vazhdojë. Andrea, ju vazhdimisht po e kritikoni qeverinë turke, edhe sot nuk e votuar, po për Kosovë keni bën një koalicion me Vëllërisë. Sa është relevante vota e Aleancës është tepër, nuk i ka bërë në konsultim me Degen, me qendrën, e konë thonë, së është prononcimi e parë që për e thonë, është prononcimi i sot që kemi thonë, megjithatë ne kemi një numër tepër të vogël me asamblesë të shkëlqyeshme të Kosovës, nuk është relevante ndoshta me koalicionet e tjera, e ka bën krymë vete dhe do të vazhdojmë. Ne tash koncentrimin e kemi në balotazhin ku ne udhëheqim, edhe që tash e kemi në 5 kundë. Në gjithë koncentrimin dhe punën do të bëjmë në ato qytetet në të cilat jemi si parti të parë e në unik parti e dytë për balotazh. Zëre Andrej, në zgjedhjet e ardhshme potenciale, hyni vetëm se ato dhe a keni vija të fushë për listën që u dajtot në këtë legislaturë? Jo, ne do të hyjmë si Aleancë para në Kosovës, që e keni pa që kemi pas një rezultat të konsiderueshëm në këtë zgjedhje dhe gjithë ata që kanë thonë Aleancas do e kaloj pragun, kur ka qenë testi, ne kemi arrit një numër të konsiderueshëm të votave, jo me kaloj pragun, po mi pas dikun me këtë rezultat dikun 12 ose 13 deputet, kështu se gjithë atyre që kanë dëshiruar që Aleanca mos jetë më pjesë e kuvendit, kanë dështuar, ne do të fitojmë edhe këto 5 komuna dhe normal fuqishëm do të garojmë edhe për zgjedhjet e parakohshme nacionale. A një gati për zgjedhje? Po të gatshme jemi, na veç jemi në proces zgjedhor, ende se është marrë zgjedhja, po. Se kemi s'kanë përfunduar zgjedhje, tash jemi në zgjedhje dhe tash me këtë ritëm do të vazhdojmë edhe nëse shkojmë në zgjedhje nacionale. Pyetja ime ka të bëjë, jeni vetë një parti opozitare që nuk përjashtoni mundësinë për një koalicion të mundshëm për një krijimin e një qeverie tjetër. A do të lidhet me kolegen e cila përmendi Nisman? A ju jeni dakord nëse edhe Nisma ju bashkohet qeverisë tuaj LDK PDK AK, nëse mandati kalon tek kjo nga presidenca? Nisma ka zgjedhur rrugën e vet. Ajo ka abstenuar në këtë votim. Po, e ka zgjedhur rrugën e vet i ka 3 deputet. Në asnjë mënyrë ne nuk kemi momentin që kanë fituar, kanë në parlament, ka qenë në drejt fiturë. Ne kemi pas një koalicion, tash nëse shkohet në zgjedhje ne do të shkojmë e vetëm si Aleancë, po s'na pengon Nisma nëse në një qeveri të ndërtuar nga ish opozita do të jetë edhe Nisma, s'na pengon fare. Faleminderit e ju pofshim suksese tjera, ditë e lumtur sot për Kosovën.